Ekonomia e Greqisë po rrimëkëmbet të ndjeshëm nga kriza financiare e viteve 2009-2018. Rritja te kalon mesataren e Bashkimit Evropian, vendi po shlyen kredite shpëtimit para fatit dhe vizitat turistike janë në një nivel rekord. Megjithatë, mes rrimëkëmbjes shumë grek po mbeten prapa, ndërsa qyrat rriten ndjeshëm dhe të ardhurat nuk arrin të mbajnë ritmin, duke i detyruar ata të shpenzojnë më pak për artikuj të tillë si ngrohja, argëtimi ose ushqimi dhe të marrin më shumë borxhe. Kjo po krijon një pengesë për rrimëkëmbjen ekonomike të Greqisë, thanë ekspertët. Mjaftueshmëria e të ardhurave është një nivel rekord të ulët, me 6 nga 10 familje që raportojnë se të ardhurat e tyre mujore nuk arrin në fund të muajit, tha në një raport Instituti i Ndërmarrjeve të Vogla të Greqisë, një konfederatë të bizneseve të vogla. Shumë nga problemet rridhen nga vitet e krizës, kur ndërtimi i banesave ngriu. Sipas raportit të vitit të kaluar, ka një mungesë për 180.000 shtëpish me qira ose shitje në qytetet e mëdha greke. Oferta e vizave të arta në dispozicion që nga viti 2014 për të huajt që blejnë prona e ka përkeqësuar këtë mungesë, që nga mesi viteve 2010 20.000 prona kryesisht në Athinë dhe 150.000 të tjera janë shndërruar në qyrafat shkurtra për turistët. Rritja e qyrave prek shumë vende evropiane, por Greqia bie në sy. Nga viti 2019 deri në vitin 2024, ndërsa Greqia doli nga vitet e masave të dhimbshme shtrënguese, qyrat u rritën mesatarisht me më shumë se 50% në Athinë. Në të njëjtën kohë, qyrat mesatare të apartamenteve me 2 dhoma gjumi u rritën në 26% në Madrid dhe 14% në Paris. Pagat mesatare greke janë rritur me rreth 27% gjatë asaj periudhe dhe të dhënat e Eurostat tregojnë se grekët shpenzojnë më shumë për strehim si përqindje e të ardhurave të tyre se sa çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian. Qeveria po subvencionon qyrat për disa persona me të ardhura të ulta, por qyramarrësit thonë se kjo ka pasur pak ndikim. Më shumë se 83% e grekëve thonë se nuk mund të kërcejnë para dhe 40% shpenzuan më pak për restorante dhe filma vitin e kaluar sesa në vitin 2024.